Janë 3 këshilla totalisht të gabuara që mjeku mund t'ju japë juve kur ju mat ose kur ju diagnostikon me presion të lartë të gjakut. E para do t'ju thot hiqni kripën, gjë që është totalisht e gabuar. Hani krip me masë dhe me shije, përdorni kripën me masë dhe me shije, sepse mungesa e kripës do rrisë tensionin. Jo hiqja e kripës, po mungesa e kripës do rrisë tensionin. E dyta, hiqni totalisht kafen. Edhe kjo është e gabuar si këshill. Mund të pini një kafe ose 2 kafe, sidomos para dite, jo pas dreke, sepse kjo mund të rrisë tensionin një çik fare, por në mënyrë të përkohshme, punë orësh. Pra nuk do krijojë një tension, hipertension kronik të gjatë. Dhe e treta, gjëja e parë që do ju thonë, nëse keni tension të lartë gjakut, është hiqni çdo yndyrë, mos hani mish, sepse ajo do të shkaktojë, do të përkeqësojë tensionin. Edhe kjo është e gabuar. Në të gjitha rastet, gjitha studimet që janë bërë dhe të gjitha personat që kanë lënë mishin ose djamin ose yndyrën, nuk ka pasur asnjë lloj përmirësimi në tensionin e lartë, përkundrazi ka pasur përkeqësim. Do ju tregoj sot 9 këshilla ose 9 mënyra të thjeshta, falas sigurisht, në mënyrë që si të rregullojmë dhe të mos kemi më probleme me tensionin e lartë, edhe me tensionin e ulët, po edhe sidomos me tensionin e lartë. Tensioni i lartë është shumë i thjeshtë për t'u rregulluar brenda 2 javësh nëse do zbatoni këto këshilla dhe madje do ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në mënyrë që të mos ulni dozën e ilaçeve ose të hiqni ndonjë nga ato ilaçet në mënyrë që të mos keni hipotension, mos ju bëhet fikët sepse tensioni do jetë i stabilizuar tashmë. Themi se kemi tension të lartë të gjakut kur vlerat e këtij tensionit shkojnë nga i lartë mbi 130 dhe i ulët mbi 80. Ndërsa kur kemi hipotension ose tension të ulët të gjakut, kur këto vlera shkojnë nga 90 për të lartin dhe 60 për të ultin. I larti quhet sistolik, i ulti quhet diastolik. I larti është çasti kur zemra rreh dhe nxjerr gjakun jashtë, ndërsa sistoliku është kur zemra relaksohet dhe mbushet me gjak. Kam dhe një histori të shkurtër për të ndarë me juve lidhur me shkrimtarin e famshëm Dritroa Golli dhe tensionin e tij jashtëzakonisht të veçantë. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Si gjithmonë konsultoni me mjekun tuaj nëse ju doni të shëroheni nga hipertensioni ose nga hipotensioni dhe të mos kemi më nevojë për ilaçe. Unë do të tregoj si të arrini lehtësisht të riktheheni normalitetit në enet tuaja të gjakut dhe në zemrën tuaj. Këto janë 2 pjesë që krijojnë hipotensionin dhe hipertensionin. Personalisht kam pasur tensionin mbi 14 me 9 mg të shtyllës së zhivës deri para 7 vitesh. Nuk mora asnjë ilaç. Gjithçka e rregullova vetëm në mënyrë metabolike. Tensioni im tani i lartë është 11-12 maksimumi dhe i ulti 65-75. Mahullisht në mënyrën se si reagon, siç u thash, trupi jon nga ana fiziologjike, janë 2 videot e më para. Sot do të shpjegoj vetëm shkurtimisht si do shërohemi nga këto gjendje, sepse ato kanë rrezik, tensioni i lartë në gjak ka rrezik shumë të madh edhe për jetën në zemër, në tru edhe në veshka. Gjitha organet, po këto janë etike, mund të shkaktojë vdekje. Tensioni i ulët ndodh kur ulet volumi, uli sasia e gjakut në arterie. Kemi zgjerim të diametrit të endet të gjakut më shumë se sa duhet dhe kur zemra nuk ka forcë, kur kemi pamjaftueshmëri të zemrës për të hedhur gjak në trup. Mund të shoqërohet me marrje mendsh, gjendje të fikti, dhimbje koke, kemi ftofje, ndjemi ftofje të lëkurës, këputje, sepse si ju thash gjaku nuk arrin dot të shkojë në tru menjëherë dhe sidomos nga ndryshimi i pozicionit ulur ose ndënjur. Shkaku kryesor është dehidratimi, mungesa e marrjes së pijes së ujit. Mungesa e kripës, gabimisht siç u thash, i rekomandohet, është në shtatzani. Kemi në sëmundje të ndryshme të zemrës, sidomos zemra ka pjesën më të madhe të luanit kur thonë këtë pjesë, infarkti ose pamjaftueshmëria e zemrës. Mos harroni mungesa e vitaminës B12 dhe e folateve. Kjo shkaktohet nga mosngrënia e ushqimeve shtatësore. Mund të ndodhë pas një ushqimi të bollshëm, të tepruar, të egzageruar, dhe mund të kemi nga humbje e gjakut, operacion në plag, hemoragji të brendshme të trupit, infeksione të rënda, ose nda një efekt i dëmshëm i ilaçeve që jepen sidomos për hipertensionin. Diuretikët, antidepresantët, ilaç zemre, diabeti gjithashtu mund të shkaktojë hipotension ose sëmundja e Parkinsonit.
Në rastin e hipotensionit ose tensionit të ulët të gjakut, mjekimi duhet bërë duke marrë krip dhe ujë në sasi të mjaftueshme kundër dehidratimit dhe ushqime me sa më shumë pak karbohidrate, me fjalë në këto raste. Ul dozat e ilaçeve të hipertensionit, nëse jeni duke i marrë ato. Shumë kujdes duhet jetë mosha e tretë, sepse nga pozicioni shtrirë në të ngritur ose në të ecur, ata duhet të ulen fillimisht 2-3 minuta sa të stabilizohet tensioni nga pozicioni dhe pastaj do të ngrihen në kamp. Sidomos natën, të mos nxitojnë të çojnë nga krevati me vrap për të vajtur në banjo, të rinë 1 minutë, 2 minuta ulur anash krevatit derisa të stabilizohet ky tension dhe pastaj të çohen. Dhe e fundit për hipotensionin është ilaçet, midodrina dhe fludri kortizoni. Po sidomos këto ilaçe do t'jepen t'ua rekomandoj mjeku, nëse ju keni hipotension kronik në mënyrë të vazhdueshme, jo 1 natë ose 2 natë ose 2 ditë. Keni parasysh matja e tensionit. Ju thash edhe më para që është gabim disa herë ju shkoni ke mjeku i mat tensionin dhe është i lartë edhe ju jap ilaçe. Është totalisht gabuar. Protokolli është totalisht i gabuar. Masi tensionin pasi jeni të ulur, qetësuar 10 minuta të paktën, pa folur, me drita tjetë disi e ullët. Nëse ju keni aparat elektronik në shtëpi, aparat tensioni, ose me manshet ose elektronik, mateni do të zbatoni këtë lloj regjimi dhe mateni tensionin paktën 3 herë në javë për 2 javë rresht. Shkruani këto vlerat, mëngjes drek dark, shkruani këto vlerat dhe ky është tensioni juaj. Këtë letër çojani mjekut. Pra nëse mjeku i ka mjekuar deri tani për hipertension, po ju masi tensioni dhe tensioni nuk është i lartë, çojani këtë letër mjekut në mënyrë që të fillojë nga fillimi strategjinë, nëse është hipotension, hipertension ose nëse tensioni është normal. Shkaku kryesor i hipertensionit, tensionit të lartë të gjakut, shkaku kryesor i njohur është insulina e lartë në gjak. Sepse duke u rritur insulina, ai dëmton, siç kam thënë, këtë glikokalix, atë tapetin e përthyer nga brenda, këtë stresën e enëve të gjakut dhe duke shkaktuar këtë stres të gjakut, ai do shkatroj oksidin e azotit, pra vlerën e një molekule e cila do mban enën e zgjeruar të gjakut. Gjithashtu insulina vet ka si synim rritje, do rrisin qelizat e enëve të gjakut që janë brenda saj, duke u rritur këto qeliza, duke u smëdhuar, çfarë do bëjnë, do ngushtojnë diametrin e enëve të gjakut, duke ngushtuar edhe diametrin e gjakut do rritet presioni. Gjithashtu, insulina edhe rrit edhe vetë stresin, po edhe stresin në vetvete, çfarë do bëjnë, do rrishin sistemin ose do nxisin sistemin nervor, simpatetik, i cili shtrëngon muskujt. Mos harroni aorta, arteriet, arteriolat, jo kapilarët, po këto gjithë arteriet kanë muskulaturë rreth e përqar këtyre. Nuk është një enë gjaku, ajo që shikoni ju ka disa shtresa, si në këtë foto këtu, ka disa shtresa dhe një nga këto shtresa është muskulatura. Sistemi nervor simpatetik e shtrëngon këtë muskulaturë dhe duke u shtrënguar zvoglohet lumeni, rritet presioni i gjakut. Pra shumë e rëndësishme kjo aspekt për të ditur nga ana fizike pse ndodh hipertensioni, edhe si ta luftojmë brapsht me fjalë. Gjithashtu në sëmundjet e veshkave, sigurisht do ndikojë tiroidet, siç e thash edhe ke videot më para, dhe disa ilaçe që do ndikojnë ke hipertensioni. Gjendjet si bipesha, njerëzit që kanë bipesh të madhe, duhani sigurisht, mungesa e lëvizjes aktive, jeta sedentare, alkoholi dhe historia familjare. Mjekimi konvencional ose mjekimi siç e thash edhe po i marr shkurt fare, është me diuretics, lasiksi, hidrokortazidi, po këto kanë shumë efekte të dëmshme, një nga ato të cilat është rritja e sheqerit në gjak. Kalci bllokuesit, verapamili, diltiazemi, nifedipina, adalati. Beta blocker, janë këto që mbarojnë me olol, metoprololi, atenololi, propanololi. Këto mos harroni diçka, këto ulin nivelin një nga efektet e dëmshme, shumë e rëndësishme është që ulin nivelin e testosteronit, sidomos ke meshkujt, dhe rrisin nivelin e sheqerit. Dy grupe me më pak efekt, jo se s'kan efekte dëmshme, po kanë efekte dëmshme, po janë më pak të dëmshme se sa këto të tjerat, janë ato që quhen ACE inhibitor, mbarojnë me pril, enalaprili, captoprili, ramiprili, lisinoprili, janë shumë. Dhe këto ilaçe quhet ARB, losartani, kozari, nuk e di, edhe valsartani, diovani, edhe një tjetër më duket.
Po do të tregoj sot të këshillat në mënyrë natyrale, më të shpejtë, më të saktë, më të shëndetshme dhe totalisht falas me fjalë, fare. Si të mos keni më kur hipertension dhe pandjem në ilaçeve ose me një minimum të dozës mbajtëse të tyre. E para, siç ju thash, shkaku kryesor që shkakton 95% të tensionit është insulina e lartë në gjak. Atëherë duhet të ulim insulinën. Insulina ulet, insulina ngrihet sepse marrim sheqer, karbohidrate, alkohol, ëmbëlsira, mjalt e të tjera, drithra sigurisht. Pra do ulim sasinë e këtyre ushqimeve që kanë karbohidrate, ulim sheqerin, ulet insulina. Kur insulina ulet normale, nuk do kemi më dëmtim të endet e gjakut, do rritet niveli i oksidit të azotit dhe do kemi lishmëri ose relaksim të endet e gjakut, të ulet tensioni, do stabilizohet tensioni. Sa më ulet tensioni aq më mirë. Do luftojmë inflamacionin kronik, artriti, dermatitet, i vajrat vegetale, siç ju kam thënë, ato shkaktojnë tërkohës me omega-6 shkaktojnë inflamacion. Inflamacioni mban shumë ujë në trup, sjell rritje të volumit të ujit në endet e gjakut dhe është rritje tensioni. Sa më shumë ujë, sa më shumë volum, aq më tension të lartë kemi. Merrni mjaftueshëm magnezium edhe kalium. Magnezium glicinat, me fjalë, vitamin D3, K2, po sepse ushqimi me karbohidrate dhe me barishte ka shumë ushqyes, antiushqyes të ndryshëm, të cilët heqin këto elektrolitet nga trupi jon, magneziumin sidomos, kaliumin, zinkun, kalciumin. Kështu që ndërsa ushqimi është i larmishëm, ai do na mungoj këto minerale. Dhe këto minerale na duhen ne që të marrim tensionin të ulët. Menaxhimi i stresit. Duhet bëni sa më shumë ushtrime nëse jeni në jetë stresante, ushqime, shëtitje, jetë sa më të gjithë shoqërore dhe për ta luftuar nëse stresi është shumë i fortë, me fjalë, unë ja kam thënë herë të tjera, është 36-48 orë agjërim. Kjo do ndihmon që të ulet komplet gjithë këto hormonet e stresit. Sigurisht që është një regjim i mirë gjumit, i pesta, zgjoni gjithmonë, si ju kam thënë, në një të njëjtën orë, mos merrni kur drejtëmitje, mos flini gjumë gjatë ditës, pavarësisht nëse keni flini 1 orë ose 2 orë natën më para. Është vetëm mënyrë për të rregulluar orarin e gjumit. Më shumë diell dhe ajër të pastër, sidomos në mëngjes, në diellin e mëngjesit, sepse në këtë mënyrë shmangni rrezet ultraviolet të dëmshme. Por në këtë mënyrë ju merrni rreze infrared. Infrared janë ato rrezet të cilat lirojnë ose çlirojnë oksid azoti në endet e gjakut. Siç u thash, oksid azoti është ai që ul tensionin tonë. Rrezet infra të kuqe, të diellit, infraredit, ato janë të vetme donë që ndihmojnë, hyn deri në 8 cm në trupin tonë, ndihmojnë që në gjitha endet e gjakut të prodhojnë oksidin e azotit dhe të ulet tensioni. Për sa i përket këtyre pastës së dhëmbëve ose këto solucionet për të pastruar gojën që zakonisht përdoren jashtëzakonisht shumë, janë totalisht të dëmshme, siç ju kam thënë, sepse do të çabin ato vrasin mikrobiomën e gojës sonë dhe në mikrobiomin e gojës sonë janë mikrobe të cilat prodhojnë oksidin e azotit. Pra gjithçka është oksid azoti, shtrëngim ose lirim të enëve të gjakut. Sa më pak pastë dhëmbësh, vetëm në maj një çik, me fjalë shumë pak, mos e mbushni asnjëherë furshën me shumë pastë. Për punën e kafes. Siç u thash, kafja nuk është mit, që thuhet që hiq kafen sepse të rrit tensionin. Kafja rrit tensionin në mënyrë me minuta, po jo në mënyrë kronike. Megjithatë, përpiquni të pini kafen para dite, nëse e shndroni kafen, nëse keni tension të lartë shumë, të shndroni në decaf ose në kafe të shtrydhur. Jo me alkohol sigurisht, sepse janë vërtetuar që në mënyra të ndryshme alkoholi rrit tensionin. Por ka dhe përjashtime, siç u thash, do ju tregoj historinë me drejtora Goldin. Mu desh një herë të shkoja të vizitoja drejtora Goldin, sepse Dani ishte pothuajse kishte gjendje të fikti në kravat dhe shoqja Sadia na lajmëron dhe vajta dhe i mas tensionin ke dora e djathtë, me fjalë tensioni ishte 5.5 me 2.5. Me zi e dëgjova. I kërkoj dorën tjetër, ai më pa që unë sikur u shtanga një çik, me fjalë, më dha dorën tjetër, mas ishte 6 me 3 tensioni. Direkt është quhet emergjencë, do ta çosh në spital. Më tha mua, doktor, më tha, sa është? Dhe i thash, është çik i ulët. Sa është, më tha. I thash, është 6 me 3. Po që ka mirë, më tha, u stabilizua, sa dje, na sill rakit.
Rake, thash, jesë mur. Jo, tha doktor, unë kam tensionin shumë të ulët, kaq më kapet gjithmonë, po kur më shkon më pak se 6 me fjalë, atëherë ndihem keq me fjalë. Nuk e besova. Pyeta shoqen, shoqja më tha mua që po, tha doktor, është e vërteta, kaq e ka. E thash, megjithatë duhet të pres edhe një çik ashtu. Po tha, mund të pim rake, absolutisht rake, thash, po të shohim të pres edhe një çik. Jam atë tensionin pak disa minuta më mbrapa, 10 minuta më mbrapa, dhe e kishte dhënë diku ke 7 me 3 gjysmë, 7 me 4. Jam as ke të dyja krahët, siç ju thash, mateni gjithmonë tensionin në të dyja krahët. Edhe pastaj dolëm, i urova shëndet të famshmit drejtora Golli, dhe takuam dhëndrin e tij, sa dolëm ke dera dhe me një ark me verë të kuqe. Ai pinte shumë alkool dhe pinte shumë edhe duhanin. Ky është rasti i ekstremit të ulët, dhe ekstremi i lartë është gjyshja ime, që kisha në shtëpi. 40 vitet e fundit ajo merrte adalat, atenolol edhe trinitrin. E kishte tensionin shumë të lartë i shkonte. Aq i lartë i shkonte sa ajo ndjente direkt, edhe vinte me çantën me rrobat e veta të mira, edhe unë i mase tensionin, dhe ke pasur tensionin mat deri ke 30-ta. Unë në çastin që i dëgjoja ke veshët, kur shkoja ke maksimumi ke 30-ta dhe i lëshoja pompën me fjalë, ajo direkt dëgjoja të raurat e zemrës. Pra tensioni ishte mbi 30. Është pothuajse pa pajtueshme me jetën, ndërkohë që i ulti ishte 22. 21, 22. Unë luft duke i shtypur me lug atenololin, adalatin, trinitrinën për t'ia futur poshtë gjuhës, edhe ajo në luftë për t'u veshur me çorapet për të veshur bluzë dhe që të ishte gati për të vdekur. Jeta tjetër e brezit të tyre me fjalë. Biles edhe një herë natën, kjo histori me 10-ra, me 100-ra herë, me atë çdo herë se i shkonte shumë shpesh, po një herë ndodhi natën me fjalë edhe ishte 96 vjeç dhe pati një hemoragji cerebrale, një muaj dhe pastaj ndroi jetë. Nëse por dua t'ju them që ka shumë raste ekstreme dhe mjeku duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të parë, për të gjetur ose për të bërë një strategji si të ndihmoj pacientin. Mirë miq, ju uroj të keni shëndet dhe të zbatoni sa më shumë nga këto këshilla që u kanë rikthyer jetën dhe normalitetin miliona njerëzve kudo në botë. Ju uroj të keni gjithë shëndet dhe mirupafshim, shihemi në videon e ardhshme.